Faleminderit kryetar. Unë kam dy pyetje çështje. Të parën e referoj në lidhje me raportin e vjetshëm të Komisionit Evropian për zbatimin e përfundimin e ligjit, ku konkretisht vlerësohet vizioni strategjik dhe pavarësia e SPAK-ut, por nga ana tjetër po në këtë raport pas këtij vlerësimi konstatohet se ngarkesa vazhdon të rritet dhe mungesat në personel dhe infrastrukturë duhet të adresohen. Po citoj eksaktësisht që thot raporti në faqet 8 dhe 9. Pyetjet e mia kanë të bëjnë kjo e para mungesë në personel ka të bëjë midis strukturës së miratuar dhe punonjësve faktik, apo ka një kërkesë për cilën personalisht nuk e di, nuk kam dieni për staf të shtuar, pra është kompletuar dhe të gjithë vendet janë të plotësuara, dhe këtu flas si për prokurorinë e posaçme ashtu dhe për BKH-n, dhe nevoja ju ka sjellë që të keni një strukturë shtesë, dhe si mund të ndikojë kjo dhe nëse ka ndikim në cilësinë dhe në punën që ju bëni. Dhe kërkesa tjetër konkrete buxhetore ka të bëjë, nuk jam shumë i qartë për çështjet infrastrukturore, nëse flitet për një investim, nëse ka të bëjë me teknologjinë apo diçka të ngjashme. Çështja e dytë, unë jam relator tek një pyetja e dytë. Po ky çështje, po pyetja e dytë është. Ka të bëjë me Monival, e cila ka arritur të kryej misionin e saj, po ashtu janë bërë disa ndryshime ligjore dhe pavarësisht kësaj raporti konstaton se Shqipëria vazhdon të mbetet në procedurën enhanced follow-up, duke kërkuar atë tipikën efektivitetin praktik të zbatimeve të ndryshimeve ligjore. Dhe doja të kuptoja nga ana juaj këto ndryshime ligjore si kanë rritur efektivitetin për hetimet financiare, nëse ju kanë ndihmuar apo keni hasur në një vështirësi, dhe a dispononi tregues performancë, është diçka që kam diskutuar dhe me Agjencinë e Inteligjencës Financiare, me anë të së cilës ne mund të masim realisht ndikimin. Faleminderit. Faleminderit zoti Elezi. Zoti Brado, përgjigjeni? Po. Faleminderit. Në fakt, ju i referoni raportit për sundimin e ligjit të Bashkimit Evropian, raporti, siç u tha dhe më parë, është publikuar në vitin 2026. Është pas përgatitjes të dërgimit të raportit vjetor të prokurisë posaçme. Dhe normalisht ky raport do të jetë objekt i raportit vjetor të vitit të ardhshëm. Megjithatë, aq sa mund të sqaroj sot është që mungesa në personel lidhet me të dy aspektet. Më së shumti lidhet me disa vende në Byron Kombëtare të Hetimit që janë ende të paplotësuara, dhe konkretisht janë 40 vende përhetues që së shpejti do fillojë thirrja për të hapur procedurën e konkurimit. Por në vlerësimin ton lidhet edhe me nevojën për këshilltar ligjor për prokurorët e posaçëm, të cilët mund të lehtësojnë prokurorët nga ngarkesa e punës. Megjithatë, pavarësisht ajo që përmbahet raport mbi rritjen e ngarkesës së punës, ngarkesa referohet të dhënave të vjetra që janë dërguar në Komisionin Evropian. E përmenda pak në fjalën time që vitin e kaluar SPAK-u ka të miratuar një strategji për çështjet e mbartura, është një strategji që po jep rezultat, ka objektiva të qartë kohor, sasior dhe numerik, dhe ajo që mund të them sot është që këtë periudhë 6 mujorin e parë të vitit 2026 ka filluar ndryshimi i kurbës së çështjeve nga në rritje në zbritje. Për sa i përket raportit Manivalit, kam përshtypjen që referohen raportit të vjetër, sepse raporti për rivlerësimin aktual është në formë drafti, por është konfidencial, ne kemi atë raport. Duhet të jetë raporti viteve më parë, mund të jetë vitit 2022-2023, dhe raporti nuk është referohet, është një raport që nuk referohet në mënyrë ekskluzive një institucionit të caktuar, por në tërësi
institucioneve shqiptare. Nuk mund të më duhet të rikujtoj konkretisht raportin, më duhet të shikoj cilat kanë qenë ndryshime ligjore, sepse me këtë informacion nuk mund të jap një përgjigje shtëruese sot. Okej, faleminderit zoti Elezi, me sa kuptoj unë e bëri këtë pyetje se është relator tek çështjet që lidhen me Agjencinë e Inteligjencës Financiare por është një aspekt që besoj unë do të mund të shkëmbet informacion dhe në vijim dhe zaurohet çështja. Okej, faleminderit. Fjala është për kolegun zotin Gjingjoni për pyetjet e radhës. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit drejtues të SPAK-ut. Një pjesë të pyetjeve kolegu Ivi Kas i realizoi, por pyetjet e tjera të cilat kanë të bëjnë dhe që normalisht është shqetësim jo vetëm i ne si deputetëve, por edhe i opinionit publik, ka të bëjnë në lidhje me nivelin e korrupsionit dhe problematikat serioze që ka sot në Shqipëri në lidhje me korrupsionin. Sipas të dhënave të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe Departamentit të Shtetit, niveli i korrupsionit nga një problem serioz është kthyer në një çështje themelore në Shqipëri dhe prek të gjithë nivelet e qeverisë, paktën kështu thuhet në raport. Një nga çështjet të cilët edhe sipas Transparency International rezulton që nga vendi i 80 Shqipëria ka shkuar në vendin e 91 për sa i përket nivelit të korrupsionit dhe ka një rënje për sa i përket çështjes së luftës ndaj këtij korrupsioni. Një nga çështjet të cilët sot është çështje e prekshme dhe Partia Demokratike besoj dhe deputetët e opozitës e kanë sjellë dhe si kallëzim, por njëkohësisht është edhe objekti i protestës të cilët qytetarët kanë ditë të tëra të cilët sot janë në shesh, është çështja e korrupsionit dhe një nga çështjet të cilët ka dalë kohët e fundit është Albanian Files. Në perceptimin tuaj, si drejtues i prokurisë, por të gjithë drejtuesve bashkë me zëvendës prokurorët dhe njëkohësisht edhe drejtuesin e BK-s, mosvajtja, mosthirrja e kryeministrit, qoftë edhe si person që ka dini në lidhje me rrethanat e hetimit, jo vetëm për çështjen e Albanian Files, por për çështjen e incenatorëve, për çështjen e pastrimit parave, për çështjen e ndërtimit të kullave, për çështjen e lidhjes së politikës me krimin e organizuar. A ju vën në pikpyetje panshmërinë dhe paritetin për sa i përket hetimit dhe investigimit të çështjeve të cilët kanë një karakter jetik sot për shqiptarët? Është pyetja e parë. Pyetja e dytë. A është nisur një hetim nga ana juaj ndaj kryeministit të Shqipërisë në lidhje me këtë Albanian Files? Meqense se zotëria në fjalë e trumbenton dhe e paraqet në çdo takim me qoftë edhe me këngëtarët huaj si një arritje shumë të madhe në lidhje me Shqipërinë. A keni hetuar kush janë personat që kanë porositur këto kulla resorte apo fusha golfi tek studiot e huaja arkitektësh dhe çfarë lidhje kanë këta me kryeministin e Shqipërisë? Si janë bërë pagesat e këtyre kostove dhe projekteve të cilët sot nuk janë miratuar akoma nga shteti shqiptar dhe nga agjencitë të cilët janë agjenci që merren me dhënien e këtyre lejeve, megjithse është përgatitur një fajl për 523 projektesh. A është qetësim për juve çështja e pastrimit parave në Shqipëri si një nga çështjet kryesore i cili ka shkaktuar probleme në ekonominë shqiptare, duke qenë se në kontaktet e përditshme që kemi ne qoftë me tregtarët e ndershëm, qoftë edhe me fasonët, qoftë edhe me njerëzit të cilët sot merren me një biznes të ndershëm, çështja e pastrimit parave është një nga elementet të cilët po deformon ekonominë shqiptare dhe për shkak të pastrimit të parave, a është shqetësim për juve rënja e erës me 32 pikë sot, të cilët ndikon
në nivelin ekonomik të çdo familje shqiptare. Dhe pyetja e fundit, kisha shumë pyetje, por me qenë se kemi lanë që mos të kalojmë masën në raport edhe me kolegët e tjerë, ka të bëjnë në lidhje me BKH-n. A mendoni që BKH-ja në ushtrimin e veprimtarisë së saj duhet shtrihet edhe në zonat bregdetare dhe në prokurit të cilët kanë çështje të pastrimit parave, të ndërtimit pa leje dhe çështje të cilët kanë bëjnë me zonat të cilët kanë ndjeshmëri të madhe në krimin organizuar të jenë më afër në investigimin dhe në ndërhyrjen operative në këtë zona. Dhe më fal, edhe një pyetje të fundit kishe se është shumë e rëndësishme në lidhje me pronat e sekuestruara. Në vëzhgimin tim dhe në pikpamjen time rezulton që pavarësisht të punës që ka realizuar SPAK-u në lidhje me sekuestrimin e pasurive të palujshme të krimit